Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fax News. Mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe natën e sotme ne do të trajtojmë temën e cila ka të bëjë me çeljen e fushatës elektorale në Shqipëri. Ditën e dieshme u çel fushata elektorale e Partisë Demokratike, por sot është çelur edhe e Partisë Socialiste, të cilët vinë me një thes premtimesh për këtë fushatë elektorale. Por problemet në këtë vend sa vinë e shtohen, pavarësisht se premtimet e politikës në mënyrë të her pas hershme kanë qenë të mëdha, ato nuk janë përmbajtur as pak atyre, por sërish kanë sy e faqe, thot populli, që sërish të dalin përpara qytetarëve duke bërë premtime të reja. Në fakt, Partia Demokratike ka premtuar që do ta çrrenjos të gjithë këtë sistem, ku sipas saj është një sistem i super korruptuar. Por nga ana tjetër Partia Socialiste premton që do të jetë ajo e cila do të çojë vendin në Bashkimin Evropian. Për të diskutuar në lidhje me këto tema, në natën e sotme, unë kam të ftuar si gjithmonë dy kolegët e mi në studio, duke nisur me Eldar Dedaj. Mirëmbrëma Eldar, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe me zotin Dritan Laci, mirëmbrëma. Dritan, mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni të pranishëm. Të nderuar teleshikues, ashtu si kundër e tham edhe në hyrje, pra nata e sotme, mbrëmja e sotme e emisionit Pakollare do të fokusohet kryesisht tek çështja e politikës, tek çështja e fushatës zgjedhore, pasi kemi hyrë zyrtarisht tashmë në fushatën zgjedhore. Do të fillojmë me Reldarin. Reldar, në lidhje me këtë fushat e cila sapo ka nisur, le të themi, si e shikon krahasuar me fushatat e tjera? Ka ndryshime, po përshtaten, apo ndryshojnë modelin se si i vinë qytetarëve dhe votuesve, si një ofertë krejt ndryshe nga herët e tjera, apo janë po të njëjtat, vetëm thjesht ka ndryshuar formën? Pa diskutim, ka disa ndryshime. Ndryshimet janë të dukshme. Pikëpari fillohet që të dyja forcat e më të mëdhaja në Shqipëri, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, kësaj radhe i kanë ardhur si alternativë qytetarët shqiptar, pra kanë prezantuar deri diku një lloj programi politik, duke u bazuar shumë tek, për sa i përket opozitës, tek ekonomia familjare, tek mirëqenia familjare, perspektiva, siguria, etj. Nga ana tjetër, Partia Socialiste, ndryshe nga gjitha herët e tjera ku fushata elektorale u karakterizua nga gjua pejorative dhe komike, me dajre, me kërcime dhe me aheng, kësaj radhe ka përcaktuar dhe ka paraqitur përballë qytetarëve të shqiptarë, votuesve të ty, simpatizantëve të saj, një program elektoral dhe si keywordi i gjithë ose sinteza e gjithë asaj çfarë pas 12 vjetësh jep si ofertë qytetarëve shqiptarë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ose deri diku pasaporta europiane që në thelb nuk ekziston, por ai në kuptim e metaforës e përcakton identitetin e shqiptarëve në 2030 si pjesë e pandashme e Bashkimit Evropian ose një integrim me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Megjithatë, një element tjetër është që më ka bërë shumë përshtypje është dhe paraqitja e skenografisë që po bëjnë partitë politike. Bie në sy, ndryshe nga fushata 2021-shit, tashmë persona që do jenë prezent do kenë karrike, do ulen në karrike. Podiumi është një formë madhështore ku do prezantohen kandidatët për deputet dhe veçanërisht strategu i fushatës Partisë Demokratike La Civita, i cili do të ketë dhe fjalën e tij në podium. Ka një karakteristikë të veçantë, sepse e gjithë skenografia nëse do shihet me vëmendje është e bazuar mbi konceptin konservator, pra kanë marrur një natyrë duke e huazuar nga koncepti i kishave. Kish do thot grumbull popull, grumbull njerëzish.
kish, janë- po, fjala janë kish aty në etimologjikisht atë do ambient. thot në aspekt do thot grumbull njerëzish. Dhe në këtë rast por ka një lloj raporti hierarkik mes atij që ligjeron besimin, fjalën e Zotit dhe audiencës që e përfton këtë lloj Është një ligjerimi. formë strategjike. Ndërsa ndërpo çuditërisht nga krau i majt, pak më në nesër do ketë 12 yjet e Bashkimit Evropian, do jenë 12 përfaqësuesit e qarqive, data 12, por pa diskutim edhe 12 apostujt. Dhe kjo është një karakteristike të majtës ku revokon reminiscenca nga besimi kristian. Po. Nga besimi kristian, Rama e ka filluar që në 2008 që në 2009 me spotin e tij interesant për fushatën e kryetarit bashkisë ku hap dyrët dhe fillon dalin rrezet e diellit. Pra është pak a shumë një simbiozë e përvetësimit figurës së Jezu Krishtit. E një njeriu që erdhi Mesia, pra erdhi e reja dhe rilindja vetë koncepti i rilindjes dhe ngjyra e përpurt që ka përdor nga Lelaja Dikur, që po. e kthej në të përpurt, kjo është një simbolik kristiane, nuk është ashtu Kryesisht katolike, si po. thot Rama tek apo si thot Alistair Campbell apo dhe Rama që ne e morëm për shkak të ngjyrës që na dha Alistair Campbell dhe vetë Campbell i tha unë e mora nga ekipi i futbollit ku ishte ai tifoz. Dhe për këtë arsye, jo, e vërteta qëndron që në logjikën kristiane, momenti i ardhjes së Jezu Krishtit, pra kishat dhe katedralet në gjithë botën vishin me ngjyrën e purpurt. Pra pritet një ardhje e madhe. Kjo është simbolika që e karakterizon. Rama është pak a shumë detajues i kësaj gjëje. I marr kësaj gjë që don ta shfaqi veten si madhështor, si njeriu që i jep ndryshim dhe i jep zgjidhje problemeve dhe situatë dhe është një lloj fushate e përmbledhur tek kulti i individit, tek lideri politik. Te përvetësimi të gjitha meritave. Pa diskutim është lideri, është lideri oferta që ka partitë politike në raport me audiencën e tyre. Dhe kjo është një gjë thelbësore që audienca jonë duhet ta ketë parasysh, pra e gjithë fushata elektorale të dyja kapeve është përmbledhur tek liderat e partive politike. Po thuajse njëta ngjashmëri është dhe te partitë e vogla, apo do të flasim më pas. Po ta kaloj te Dritani. Dritan, si duket çelja e fushatës elektorale? Kush në gjykimin tënd ishte më mirë nga palët në mënyrën se si ato u artikuluan në premtime? Unë kam një këmbështrim tjetër nga Rendari, më thënë drejtën, sepse duke parë fushatën si rënien një gongu, në fakt edhe në kulturën sportive apo dhe atyre të tifozerive, përgjithsisht të tilla ngjarje siç janë fushatat, që prirën nga ato që janë ndeshjet e mëdha të boksit, në këtë rast midis Partisë Socialiste dhe asaj demokratike. I parapriu një ndeshje tjetër. Ajo midis Demaliaj dhe Kujtim Gjuzit. Dhe kryesisht edhe në boks, dihet domthonjë që përgjithsisht ndeshen dy boksierë. Ishte një incident i izoluar apo? Normalisht ta marroj pse. Të lutem. Okej, faleminderit. Edhe kryesisht ndeshen dy boksierë të peshave të ulta dhe pa ndonjë rëndësi të veçantë, dhe pastaj ndeshen dy boksierë e peshave të rënda dhe ato që luftojnë për titullin e madh kampion në peshat e rënda, dhe duket se kësaj ndeshje të madhe midis PD-s dhe PS-s për zgjedhjet e 11 maj 2025 i parapriu ndeshja midis Demaliaj dhe Kujtim Gjuzit. Sigurisht nuk ka vlerë se kush fiton në ndeshje të tilla. Rëndësi ka që hapet të ngrihet si pari, pra fillon ai që quhet rënja e gongut, ndriçimi e gjitha, dhe pastaj i jepet skena shfaqjes së madhe që është tashmë fushata një mujore e 11 majit. 11 maj, po për zgjedhjet. Për ta shohim dhe po ta shikosh kështu në dy korifejt e mendimit të prasin Demaliaj dhe Kujtim Gjuzi nga krau tjetër, nëse PD-ja solli Lasivitën nga Amerika, Edi Rama solli Demaliaj. Ka 3 muaj domethënë që ka sjell Demaliaj si një korife, si një strateg të asaj që i paraprin fushatës së tij të madhe. Dhe në këtë kuadër unë e ilustrova me të gjithë të që ndodhi, pra dy boksierët e vegjël në hollin e Hotel Tiranës, cilët u ndeshën dhe pastaj është pozicionuar Demaliaj për krah Ramës, është pozicionuar? Nuk besoj se ka ndonjë aty domthonjë që ka një mendim ndryshe.
e kupton. Në këtë prizmë. Është këshilltar i pashpallur zyrtarisht, Po domethënë. Eminenca grie. Mediatikisht ai dhe ka 3 muaj, i cili është në ekipin e soft po, power. është simpatik në llojin e Jo, tani po e marr vesh. Por unë thash dhe herë, nëse Berisha zgjodhi të merrte lasivitën nga Amerika, Rama ka zgjedhur mori Demalia nga Amerika, kishte shumë vite që nuk vinte dhe e solli pikërisht në këtë fushat. Kështu që duket si një gjë disi folklorike, por në fakt ka të bëjë me zhgualljen shqiptar, me mënyrën se si neve sillemi dhe veprojmë i qasemi politikës. Dhe në fundit politika shqiptare, që nga koha që unë njoh krimin e saj, këto lloj mënyrash ka pasur të veprorit. Të nderuar kolega, ka shpresë në këtë fushatë elektorale që do t'ju zgjidhen hallet qytetarëve shqiptar, duke u ardhur me këtë lloj, le të themi, paket premtimesh ku her pas here bëhen premtime të bujshme, madhore dhe estetikisht fushatat nga zgjedhja në zgjedhje përpiqen të jenë të kuruara mirë, me fjalor të zgjedhur, me premtime dhe me imazh, le të themi, dekor, i cili imiton imazhin perëndimor të fushatave të partive politike në ato vende, por që nuk përshtatet as pak ndoshta me realitetin shqiptar, pavarësisht se këtu do të votohet ose do të votojnë sipas sondazheve që kanë dalë kohët e fundit, duket sikur elektorati është pozicionuar tashmë, i ka deklaruar votat e tij, apo nuk do ndikoj kjo në perspektivë. Fjala vjen gjithë këto fushata, gjithë këto çelje kanë një simbolik në vetvete? Dëgjoj, zoti Tusku, këto tani fushatat janë një gjë, një domosdoshmëri që audienca, simpatizantët, zona gri të njihen me të risit që ofrojnë ose me alternativat që ofrojnë subjektet politike. Por me lejo të jap të njëjtën përgjigje që ja dhash një miku tim në telefon 2 ditë më parë kur më pyeti kur më tepër se sa më pyetin, po më provokonte për ofertën e Partisë Socialiste pas 12 vitesh si mazhorancë drejtuese në këtë vend. Dhe i thash, realisht me erdhi dhe i kërkoj ndjes edhe ju edhe audiencës për këtë historinë që do t'rregoj. Me erdhi krejt natyrshëm mendje që t'i them një lloj parcelete me humor, por që e personifikon sipas parimit që unë kam edhe e përdor shpeshherë në komunikim natyrale non sunt turpia, që thoshin latinët e natyrshmja nuk është turp. Dhe ideja qëndron këtu, një ditë një mësues i jep detyrë nxënësve të tij, i thotë që të më përcaktoni në fjalor çfarë do thotë de facto dhe de jure. Djali i tronditur, nxënësi, shkon tek shtëpia se nuk e kuptonte fare fjalën dhe s'kishte dëgjuar asnjëherë për këto 2 fjalë, çfarë do thotë de facto dhe de jure, dhe pyet babain. Edhe atë barsaletën. Duke e pasur, duke qenë koshient që babai është një nga njerëzit që mund ta ndriçonte atë. Babai thotë, kam rënë hall, thotë se mësuesi më ka dhënë detyrë, thotë se çfarë do thotë de facto dhe de jure, por në fjalor nuk po e gjej, thotë. A mund ma shpjegosh pak? Por i thotë babai, e ke shumë thjesht, unë do të bëj vetëm një pyetje. Do të jap që të shkosh t'ia drejtosh mamit dhe pastaj mbasi të marrësh punë me mamin, me motrën. Po cila është pyetja, i thotë? Ja. Do ta pyesësh mamin, ke 10.000 euro, i thotë. Në qoftë se ke 10.000 euro, do e tradhton babain? Por e thotë, shko pyet mamin, për 10.000 euro e tradhton babain ti? Por sigurisht, i thotë, nëna, unë e tradhtoj dhe falas, jo për 10.000 euro. Të njëjtën pyetje shkon ja bën motrës. O motër, e tradhton të dashurin tënd për 10.000 euro? Po sigurisht ta që e tradhtoj për 10.000 euro dha. Kjo shumë normale në fakt. Shkon tek babi. Dhe i thotë, baba, i thotë, i tronditur fëmia. Po të dyja bën. Ja pra të keqen babi, i thotë. Ne de facto në shtëpi kemi 2 kurë. De jure na mungon 20.000 euro. Kështu është kjo puna e premtimeve dhe asaj çfarë ndodh me Partinë Socialiste. Shpresoj që të mos i kemi humbur seriozitetin. Jo, nuk është seriozitet, është thjesht ajo çfarë na ka mbetur ne aktualisht në shtëpitë tona janë këto dyja. A kupton? Lekët edhe ta mirat nuk i shohim kun. Janë de jure. Praktikisht, në fakt, ajo që më vjen ndërmend është që deri kur do të trokas në portën tonë të durimit gjithë kjo anarki politike e 35 viteve të fundit? Deri kur do e durojmë? Kemi qenë popull shumë i durueshëm. Në fundit ne votojmë me vetëdije të plot që
ajo vot nuk do na kthej si aksioner në ndërmarrjen ose në këtë shtet të politikës ose partisë të cilën ne votojmë, dhe kur vjen puna prapë sërish votojmë, nuk e mbasëm shpresën. Unë mendoj doon që më shumë se sa të dyrueshëm, ne doon që u ikim problemeve. Pra zgjedhim kryesisht atë që quhet arrati, pra është një popull i kanak. I cili I bie shkurt, i bie në shkurt. Pra është një popull i cili nuk përballet me problemet e veta. Nuk u del në ball problemet e veta. Ndoshta disa mund mos kenë një mirënjohje shumë madhe për brezin e viteve, kryesisht të viteve 30, edhe për faktin domethënë që ishin të rinj të cilët besonin tek një botë e re. Por që në një farë mënyre e dhanë dhe jetën e tyre, ose i dolën përballë, i dolën në ballë idealistë dhe pavarësisht se ai ideal pikërisht, pavarësisht se ai ideal u trahtua më pas. Por sot po ti shohësh të rinjtë nuk marrin iniciativa. Kjo është për të ardhur keq. Pra, zgjedhin më mirë të ikin nga një vend i cili ta themi kështu i ka gjitha të mirat. Është i bekuar nga Zoti, për sa i përket pozicionit gjeografik, pozicioni gjeografik, uji, diellit e shumë elementeve të tjera që e bëjnë një jetë të mirë. Por në thelb nuk ka lumturi. Unë nuk shoh lumturi tek njerëzit me cilët sot ndaj ditën ose përditshmërinë në Shqipëri. As të miqtë e mi nuk e shoh këtë gjë. Shoh një pezullim të thellë. Një dëshpërim të madh. Shoh probleme shumë të theksuara me jetën e tyre të përditshme, me rrogat, me likuidimet, me problemet që ata hasen me administratën gjitha. Pra, ta marrim kështu, në këto 12 vite, pavarësisht se u premtua, le themi, një ingranazh tjetër, një përmirësim të jetës, përmirësim të shërbimeve qeveritare, përmirësim të shtetit. Përkundrazi, këto 12 vjet kanë qenë pothuajse këto 35 vite që kemi kaluar në demokraci. Pra, të njëjtat hallet, të njëjtat shqetësime, dhe ai që të vjen keq është që shqiptarët vetëm që kanë ikur atje, por e kanë lënë kokën mbrapa këtu. Dhe ato që kanë mbetur, e kuptoj, janë kthyer në zaptues. Kjo është drama e këtij vendi. Pra, problemet janë mbivendosur, saqë shumë e vështirë sot. Pra, kjo qeveri në këto 12 vite nuk i ka dhënë zgjidhje as problemit të pronave, as problemit të kodit që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës. Pra, këto janë çështje bazike. Nuk i ka dhënë probleme, nuk ka ndërhyrë tek ato që janë problemet e familjes, shoqërisë, përkundrazi. Familja dhe shoqëria janë bjerrur dhe më shumë. Po me çfarë fytyrë i shkon elektoratit përpara, ato trokasin në derën e tyre për t'i kërkuar votën? Unë kam përshtypjen nuk i vjetëve. Elektorati është një gjë e madhe. Po ta marrësh shumë. Është një term amorf, është një term amorf, se përgjithsisht këta i shkojnë ose të arafit të tyre, ose një administratë të cilën e kanë vënë në fundrën e tyre, ose njerëz të cilët i kanë lënë qëllimisht të vobekët dhe kanë shumë lehtë për t'i blerë. Ose është një armatë shpërbyer për gjatë 12 vjetëve, të cilët hidhen në terren. Pra, është me ecim me aksionin që lërë sa më shumë të varfër që nesër të kesh një lloj ambari për kontingjent i madh për të përkthyer. Dhe për të qitur përsa një demokraci që në fakt nuk ekziston. Reldar, po më bën përshtypje për shembull që në 97-ën Fatos Nano mori pushtetin, pothuajse i vetëm në kuptimin mazhoranca socialiste ishte shumë e konsoliduar. Dhe ai nxori atë thënien e famshme që të sakrifikojmë pushtet për të ndërtuar shtet. A e shikon sot këtë mendësi ose këtë mendim nga Edi Rama, fjala vjen sot që të niset edhe ai nga këto premisa për të sakrifikuar pushtet për të ndërtuar shtet? Apo po bëhet e kundërta? Apo po bëhet e kundërta? Në një farë mënyrë. Ja, në një farë mënyrë e bëri. Siç e bëri dhe Berisha mbrapa. Do të thënë kemi dikush tjetër, kemi një grup ministra që janë aleatëve të tjerë, prandaj mendoj që pse nuk përmendet fare kjo gjë? Mendoj që zoti Rama pikës pari lidhjet 12 vjeçare tashmë të interesave që ka bërë dhe influencave, tregu të influencave që ka ndërtu kjo mazhorancë socialiste me aktor ekonomik, por jo vetëm ekonomik për hir të vërtetës, sepse ka ndonjëherë një lloj miksimi mes faktorëve ekonomik dhe kriminal, ku në thelb janë aktor kriminal por që shiten qytetarëve shqiptarë si aktor ekonomik.
e bën të pamundur, e bën pothuajse të pamundur këtë lloj devize, këtë lloj qasje, këtë lloj filozofie. Rama ajo çfarë do ngeli një njollë e zezë në gjithë politikbërjen e këtij kryeministri, pavarësisht disa elementeve që ka futur si për të ndryshuar ose për të krijuar një koncept zhvillues, në thelb do i mbeti raporti që ka ose përkraja që i dha krimit organizuar në vend. Ka pasur një lloj filozofie që nëpërmjet mekanizmave të ngritura nga krimi organizuar dhe bashkëpunimi me krimin organizuar të prodhoj ekonomi. Ju shifni vetëm ideja që u bë me kanabizimin. Dhe këto janë raportet ndërkombëtare, nuk po e them unë, as dëshira ime. Pavarësisht se ne kemi realitet, kemi të lutur. Janë këta faktorë që kemi. Kemi të po pa diskutim se ja, po të them një shembull, ke shembullin konkret. E gjithë goditja e madhe e Lazaratit ishte si një triumf propagandistik se ne i dham fund. Lazaratit hyn me forca speciale, me Rene atje, e mposhtën Lazaratin, iku Lazaratin. Por në thelb çfarë ndodhi? I gjithë kanabizimi i vendit ndodhi në gjithë Republikën e Shqipërisë. Nga veriu Nuk, në të gjitha malet. Dhe e gjitha ajo fushatë, e gjitha ajo filozofia është organizuar nga njerëz të lidhur ngushtësisht me qeverisin socialiste, duke filluar nga kryetar bashkie, shefa komisariatësh, në nivelin e ministra. Sot ministra e dum tash nuk më në shmangim dot, keq më vjen, por një ministër i kësaj mazhorancë socialiste u ndodhet përpara burgut për shkak lidhjeve me trafikun e drogës zotëri. Dhe kjo është fakt, nuk është fantazia jona, nuk është dëshira jona, është fakt. Kanabizimi i Shqipërisë, miliona euro. Tjetër, po, nuk ka. Pra, gjithë ekonomi, kjo para, po prit se organizimi nuk është kështu. Organizimi, kjo ne konsumojmë brenda, shtrohet pyetja, tëra lloj kanabizimi që bëhet, tëra drogë që u prodhu këtu, çfarë? E kemi për konsumin e brendshëm? Jo, normalisht për tregun e jashtë. Po gjitha ajo para, ku ka ikur? Ku është futur ajo para kriminale? Forma të ndërtimit. Po e ke të ndërtimi, po. Po çfarë ka prodhuar ndërtimi sot? Çfarë ka prodhuar ndërtimi sot? Ka shkatruar Shqipërinë, se ka shkatruar jo vetëm rregullat e lojës, po. Po nuk bëhet fjalë ajo, janë element tjerë këto. Po pikë pari ka shkatruar prodhimin brendshëm. Sepse e gjithë periferia e Shqipërisë, është bosh. Jo vetëm bosh, jo vetëm që s'punon kush, po të rinjt u kriminalizuan. U krijuan, lindën hasmërit, vrasjet nga veriu Nuk, për çfarë ndodhen? Grabitjet, duke grabit parcelat e njëri tjetrit, duke u fut drita, duke fut përçaje, dikush spionote një banda tjetër spionote dhe u bën amizi dhe sot po ndjeket zinxhiri i vrasjeve në pjesë të ndryshme të malësisë Shqipërisë për shkak këtij lloj biznesi. Dhe e gjithë metastazat që u krijuan nga ky mentalitet për të prodhuar ekonomi dhe për të rritur ekonominë nëpërmjet kriminalizimit, krijoi probleme sociale të jashtëzakonshme. Problemet sociale çfarë prunë? Prunë braktisjen e vendit të trit, ne mosha jonë që punojmë me punë ndeshme, me rroga, me gjëra, nuk e përballojmë dot as rrimin, as qeran, as blerjen e vendit. Po ja të kalojmë. Rrim konkretisht, me që aty. Nëse u mbyll Lazarati, u mbyll për arsye që dihet sepse për të hequr PD-s dhe për të kanalizuar gjithë Shqipërinë. Ja sot do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe do ta lëm pas pak. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak në studio për vijuar më tej diskutimin që kishim dhe kemi këtu në studio në lidhje me çeljen e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit. Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues, jemi në vazhdën e diskutimit, siç e tham edhe pak më lart, në lidhje me çeljen e fushatës elektorale këtu në Shqipëri për zgjedhjet e 11 majit të vitit 2025, të këtij viti pra, por që ka dhe një muaj kohë. Dritan, çfarë po? Jo, ajo që po thosha ishte domthonjë që çat mirë ekonomike i solli Shqipërisë, le të themi kanabizimi, kuptimin e parave, kur po të marrin zonat caktuara që u mboll, le të themi kanabisi, sot janë të shkretuara. Pra, çat mirë i solli Tepelena sot është e shkretuar, nuk ka më bari. Pra, nëse ti shkon sot kërkon mish në Tepelen që njihet për mishin, nuk gjen më. Përmeti është i mbaruar si qytet.
Leskoviku, Erseka, të gjitha janë të shkretuara. Ta asfiksuara komplet. Një të zbrazët. Pra, çat mirë i solli ekonomike. Ti, për mua se ka sjellë si asgjë, por vetë shkatrim total, sepse i çoi njerëzit, e kupton, nga puna e vërtet, i çoi tek kanalizimi. Pra, i mori çunat nga jugu i Shqipërisë dhe i çojnë në Spanjë duke marrë me kanabis. Aty bën stazhin ata, pastaj shkuan të përgatitur atje. Kështu që të më thosha. Dakor. Me gjithë këtë problematik, me gjithë këto problematika që ka kjo qeverisje prej 12 vjetësh, pse nuk po kapitalizohet nga ana e opozitës? Pse nuk po kthehet në një moto, le të themi, që të grumbullohet i gjithë populli, të gjithë votuesit dhe ta kërkojnë ndryshimin me ngulm? Nuk kanë besim te kjo opozit, apo thjesht është pasuruar spektri i partive politike opozitare, dhe kjo është një diskutim edhe kjo më vete, të cilin e ka pasuruar si mozaik të partive politike të këtyre zgjedhjeve, dhe kjo është gjë e mirë në fakt, por që dëmton opozitën, sa po të ishin të gjitha bashkë do të ishte gjë e mirë, por që e kanë fragmentarizuar të gjithë të peshë të votës. Mendoj që ka një llogaritje matematikore, ose do të thoja unë një veprim shkencor i shkencës politikës ku bëhen sa për llogaritje koncize të sakta. Llogaritja e madhe, ajo çfarë mund ta konsiderojmë si hera e madhe, është sistemi që ka ndërtuar. Është ndarja harta gjeografike e Shqipërisë, ndarja administrative, dhe ajo në thelb favorizon pushtetin. Këto janë tekniket. Kemi po prap nxitjen, pompimin, joshjen, ngrehullucllëkun e propagandës së mazhorancës socialiste ndaj elementeve të spikat në kampin opozitar, për t'i vequar nga Partia Demokratike, dhe jo vetëm për t'i vequar, për t'u krijuar bindjet dhe kushtet që janë shumë të domosdoshëm për të qenë të ndarë nga Partia Demokratike, për të krijuar profil politik. Për çfarë s'u Për të krijuar profil politik që nesër të jenë një alternativë qeverisje e vërtet dhe një kërcënim serioz për këtë mazhorancë socialiste. Me Sali Berishën, me Partinë Demokratike, kur nuk do të ishin këta që mund të ishin të vequar. Kjo është një lloj mekanizmi propagandistik i ndërtuar shumë holl nga elementë dhe nga teknicienët ose strategët e asaj çfarë ndërtojnë fabulën e fitores së Partisë Socialiste, dhe një ndër këto është dhe ideja e lashtë ndaj dhe për çaj e romagëve. Pra, kjo paka shumë është dhe kjo spektri kur e sheh kështu. Tani ka dhe një problem tjetër që ne nuk mund e shmangim. A mund na sjellësh fakte për të ilustruara fjalën që diku jepet oksigjen në mazhoranca? Ke të gjitha subjektet politike, një ndër këto për shembull ke vetë ish kreun e Partisë Demokratike, që unë e kam pas edhe njohje personale, për ish vërtet kam qenë dhe simpatizant e tij, Lulzim Bashën. Askush i kishte humbur komplet nga tregu mediatik me një mesazh të Edi Ramës, me një video mesazh të Edi Ramës. Me ato hedhje pritjet? Bëri një lloj faktorizimi të ish kryetarit të Partisë Demokratike. Tani kjo sa ndikuese pak rëndësi ka në syrin e realitetit, ose në syrin e audiencës e simpatizantët Partisë Demokratike, simpatizantët të djatës, krijon një lloj pluraliteti individësh, një lloj pluraliteti qasjesh. E dyta, ndërtimi i paneleve televizive. Në qoftë se do shohësh pjesën më të madhe të paneleve televizive, kryesisht tek mediat dhe sistemi mediatik, ju e dini shumë mirë, pa sa unë, që është një sistem i cili mbahet nga oreksi i qeverisë. Dhe aty përpunat opinioni? Aty, po të shohësh panelet televizive, shumica paneleve televizive të pak në gjatë javës fundit i kam parë me 4 element të njëjtit spektër. Të spektrit zgjatë, pra kryetar ose individ që kandidonin për partitë e djatha ishin të 4 panel dhe gjithë sulmonin njëri tjetrin. Për të krijuar, jo vetëm për t'i vequar votat e simpatizantëve djathtë, po për të krijuar ndarjen edhe një spektri i cili nuk ka konsensusin e brendshëm për t'u bashkuar dhe për t'u shndërruar një alternativë, ose për t'i përdorur të gjitha të mirat e njëri tjetrit, duke i lënë merit, paftësitë e tyre me njënë, dhe për t'i dalë ballë kësaj mazhorancë e cila për hir të vërtetës ka 12 vjet. E treta,
për të krijuar idenë tek qytetarët shqiptar, tek simpatizantët e Partisë Demokratike, dhe mbi gjitha tek shoqëria gri, që këta kanë halle individuale dhe nuk kanë hallin e rotacionit politik, që për hir të vërtetës, duke parë indikatorët ekonomik të jetës familjare të çdo qytetari shqiptar, në thelb ajo çfarë i ka vështirësuar këto indikatorë është kjo mazhorancë qeverise që prej 8 vitesh e udhëheq e vetme ekonominë, sigurinë, jetën e qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është një gjë, një pamje ku ne nuk mund e nënvetësojmë dhe nuk mund e shmangim. Dhe qytetarët shqiptar duhet të jenë koshient për këtë gjë, sepse nuk është vetëm betejë ajo çfarë shfaqet përballë ekraneve politike. Pa diskutim politik është akti i komunikuar, por në thelb ajo çfarë e bën prapa skenën politike, ato çfarë e bën lojën politike, ato çfarë e bën djallëzinë politike dhe e bën politikën shëmtuar dhe të padrejtë, është ajo çfarë ndodh në tryezat e klasës politike, në kulisat e klasës politike, ku në thelb e minos alternativën e djallë. Dhe elementi i fundit që do të thoja dhe të lutem ma lejo dhe këtë, është që në listën e Partisë Demokratike unë e kam konsideruar një listë parimore, për arsye që kjo listë reflekton të gjithë tipologjinë e kryetarit të saj. Sali Berisha pra ka gjithë flukset e interesit atij. Reflekton këtë lloj fluksesh, por në thelb është një listë që ndriçon pak ose ndriçon zbet. Pra, nuk ka të ndriçimin e madh që qytetarët shqiptar më në fund të thonë ja. Kjo ishte ajo që prisnim. Kjo ishte ajo që prisnim. Kjo gjë i mungon për hir të vërtetës dhe ne këtë nuk mund të rrim pa e thënë. Por nuk mund të themi edhe këtë gjë se nuk mund të jetë një listë parimore. Në thelb është një listë parimore që e detyron Sali Berishën me datë 12 në qoftë se nuk do bëhet mundur rotacioni politik të bëjë përgjegjësi totale. Dhe kjo nuk është pak. Sigurisht, kjo është një përgjegjësi e tij si lideri i opozitës. Dritan, gjithë ky mal i madh i akumuluar i problemeve, si ka mundësi nuk po përkthehet në një lloj kapitalizimi siç i bëra pyetjen e Eldarit. Unë mendoj domethënë që kam thënë edhe një herë që opozita ka probleme me atë që është freskia e saj. I mungon ana rinore, pra i mungon rinia brenda saj. Po dhe opozita edhe për një arsye. Mos ndodhet dhe opozita në të njëjtat kushte që nuk po lëshon pushtet brenda vetës për të forcuar opozitë, le të themi kështu ta rregullojmë termin. Ky është një faktor. Jo, por në të njëjtat kushte. Fasho e opozitës për fat keq, fasho më e madhe e saj, është një moshë domthonjë që një moshë të lartë. Mbi atë që është mesatarja, mbi 50 vjeç. Po, dhe ky është një problem shumë i madh. Edhe për një merit, edhe për një merit të Ramës, do ta themi kështu, i cili gjatë këtyre viteve ka arritur ta afroj rinin pranë vetes, ta afroj gruan, t'i japi pozita edhe në politikë, të ndihet e përfaqësuar, kurse për fat keq opozita pavarësisht dëshirës doktorit ka ngelur thjesht në kuadrin e dëshira. Pra, pavarësisht dhe këshillave ose indicjeve që ai ka dhënë her pas here, domthonjë që afroni të ri, afroni gruan pranë partisë, kjo gjë sa duket nuk është reflektuar. Realiteti na thot të kundërtën. Dhe kjo është besoj një problem shumë i madh, domthonjë që një handicap që e penalizon opozitën. Di çfarë ren tjetër te kjo fushat elektorale që pothuajse të gjithë e kanë personalizuar, po imitojnë Trumpin. Me sa duket Trumpi ja doli në Shtetet Bashkuara të Amerikës që duke personalizuar fushatën dhe duke u veshur me pushtetin politik, të zgjidh edhe disa probleme të cilat i kishte me drejtsinë. Mos po përdoret edhe këtu e njëjta situatë, fjala vjen që e përdorin pushtetin politik si mantel për të ikur drejtësisë ose edhe për ta personalizuar duke ndjekur dhe duke imituar Trumpin. Fjala vjen premtohet Bashkimi Evropian, po ndërkohë ndiqet thot kemi dhe marrëdhënie të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Trumpin, thot Rama. Në fakt këto të dyja sikur nuk përputhen ai shumë, po të shikosh në mënyrë të hollësishme, por gjithsesi ai e thot, domethënë nga të dy krahët. Se dikur fjala vjen kur ishte koha e transatlantikut që ishin palët që Bashkimi Evropian me SBA ishin mirë. Tani që pothuajse njëri krah është në një drejtim tjetër, krahu tjetër është në drejtim tjetër, me sa duket i duhet që të luaj midis Shillës dhe Karibdës Ramës në këtë mes dhe të kaloj siç ka kaluar gjithmonë mjeshtërisht. Tani unë po shoh ka dy ide që mu më prevalojnë në mendje përsa i përket raportit të Shqipërisë herë si një shtet as pak në busullën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam bindjen që Trumpi as nuk e di fare se ku bie.
kjo është bindja ime personale, as se ka haberin fare, por me gjitha të Europa... Sa e dinte George Bush se ku binte Pakistani, edhe gafën e madhe do të se dinte fare se ku binte. Kjo do thotë që kjo tregon edhe imagjinoj çfarë niveli intelektual janë dhe presidentat që në botë është PR-i atë që i bën president. Por lexoj një libër shumë bukur për Ronald Reagan me çfarë fjala. Atë që ka bërë Nunan, ajo sekretari e tij, ajo që ka bërë biografi gazetarit, që kishte ndjekur për gjithë mandatin qeverisës dhe thotë ishte produkt totalisht i PR-it. Ai nuk bënte as se kishte haberin fare nga shteti, çfarë do thotë shtet, çfarë do thotë administrat. Dhe ne i shojmë atë imazhin Lamburitës neve si qytetarë. Thjesht Kalam Sathania tha ishte një aktor që hiqej sikur po lun rolin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në thelb ishte vetëm kaq. Por është personifikimi më i gjallë i çfarë do thotë public relations, si e ndërtojnë një branding, si e ndërtojnë markën, si ndërtohet figura. Edhe unë kam filluar të dyshoj shumë tek këta presidentat amerikan për kapacitetin e tyre. Në fakt, për Shtetet Bashkuara të Amerikës 2 herë ka pas president të nivelit të madh kulturor. Ka qenë Wilsoni që ishte enciklopedi, i nivelit lartë, edhe ky Clintoni, Bill Clinton, që ka qenë 2 njerëzit më të shquar nga kapaciteti intelektual, po flas për Shtetet Bashkuara. Po dhe Obama dhe ka dhe Britani do të nxirrte në element tjetër. Po kanë ndruar dhe shprehje. Kur ishin politikanë që bënin biznes, kurse sot janë biznesmen që bëjnë politikë. Për të mos janë Lincoln, ka shumë se ka shumë presidenta që kanë qenë interesantë. Por ideja qëndron këtu. Unë mendoj që kjo tendenca që ne bëjmë lajm që Rama çfarë thot Rama për Trumpin e çfarë kështu këto janë lajme që i bën janë mentalitet katuni. Jo, është pyetur nga Bloomberg. E di. Dhe thoshte ishte ja më afër me kushtin. Imagjinoje revista Bloomberg që një nga revistat më të famshme të botës. Imagjinoje sa është paguajtur për të shkuar dhe për të bërë faktorizuar kryeministrin shqiptar. Se nuk ka ardhur kështu në interes gazetares. Ajo mund të shkonte të pyeste Melonin. Mund të pyeste presidentin francez, ku ta di unë, mund të pyeste presidentin, kryeministrin britanik. Po erdhi radha edhe këtu, pse? Pse para gjykon? Por të pyesësh një fshat, mund të vi radha edhe këtu. Po Shqipëria domethënë, e gjithë Shqipëria me numër popullsie sa është Manhattan komplet, sa ka banor Manhattan. Po koleg të nderuar, po shumë. Siç rrotullohet planeta vi radha edhe këtu. Bëra shumë të madhe Shqipëria. E bëra shumë të madhe realisht. Po nuk e di sa shifra e atyre vetëm duke llogarit me kullat që ka Manhattani. Por ideja qëndron që këto janë gjëra, kanë spine me të public relations, për konsum të brendshëm, për konsum të brendshëm, për të krijuar se ne kemi një lider që i kalon kufit. Dikur ishin fotografitë, me që pagushin me para, tani kanë ardhur vinë mediat e huaja dhe flet Rama për Trumpin. Na kupton që në thelb është mentalitet provincial i medias shqiptare. I gjithë PR-it shqiptar, këtu tregohet niveli sa provincial janë këta njerëz. Ne impresionojnë, për hir të vërtetës. Po, kjo është dhe një fyrje që i bëhet qytetarëve të ndershëm këtij vendi dhe qytetarëve që realisht lexojnë disa libra, lexojnë edhe në anglisht, lexojnë edhe në italisht, lexojnë edhe në francisht, po dakor, kupton dhe në spanjisht, dhe në gjermanisht. Kjo është një fyrje për gjithë këtë pjesë këtë arsye pse Partia Demokratike merr Kris Lasivita. Po ne flasim Kris Lasivita është tjetër. Për arsyen sepse Partia Demokratike ne nuk mund të shmangim këtë faktor që ka një ngërç. Tani, por me ardhen e Trumpit, ai ngërç i Partisë Demokratike, i liderit dhe veçanërisht i liderit Partisë Demokratike. Ai është këshilltar, është lobist tani. Është relativizuar në masë. Unë nuk besoj sot që ka shqiptar që e konsideron, unë kam qenë një ndër ata më të flakët që e konsideroj peshën në 9 gradës duke pasur parasysh çfarë do thotë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe si lëvizin ata, duke edhe nga historia, edhe nga libra që kam lexuar, edhe duke parë dokumentare, edhe kudo, por veçanërisht nga librat dhe koncepti i demokracisë që e kam mësuar nga Thomas Jefferson, çfarë do thotë demokracia amerikane dhe si ndërtohet shteti amerikan. Po tani ka evoluar, nuk po tash kemi kaluar një fazë tjetër. Tani Trumpi përprodhon dhe i herë murin e Berlinit po të shohësh me murin që ka vendosur botës. Është verë holluar. Që thashë por i vendos dhe një herë. Është verë holluar. Por i vendos dhe një herë murin e Berlinit për hir të vërtetës, pra murin e Berlinit në kuptimin metaforik, por ndarjen e ne me ata. Pra po e konsideron pjesën tjetër të botës. Një politikan i cili bën sëra, domethënë që një politikan bën biznes, një biznesmen bën politik. Kjo është para shumë dhe e bllokon krejtësisht, dhe ka koncepte shumë autoritariste që nuk i vinë në ndihmë demokracisë. Por kjo gjë për hir të vërtetës. Po ne tarifat s'na prekin fare.
10% kemi Jo ne s'na prek, sepse ne nuk kemi gjatë. po s'kemi gjatë. Ka, S'kemi dhe- suficient. dhe- Ne s'kemi suficient. Neve ekonominë e fjalëve mos ta prekë se ekonominë. Nëse Amerika neve na ka vendosur 10%, tarifa, ta siguroj unë ty, nëse shohim faturat tona që paguajmë kafet e ujit, Ne kemi më të lartë brenda. vetë jo na ka vënë 23%. 23%, po pra. Kështu që mos kemi rak për të pjesë, kështu që shqiptar nuk e din fare se nuk e shohin se po dishin popull, domethënë që shef nga xhepi dhe do kishin hapë një faturë do të ç'është 23%, vetëm për 2 kafe dhe një ujë, e kupton do kishin dalë gjithë keqeshi. Harroja, nuk është popull Që i paguajnë dhe s'marr shërbim nuk ka lidhje fare me këtë paketë të ndërgjegjësim të këtij niveli. Shqiptarët janë popull që do të shkojnë në Amerikë, por nuk beson tek ç'është Amerika, tek dogma Jo, shqiptar e Amerikës. Shqiptari vuan nga kompleksi rastit munguar. Kështu që mos i kërkoni shqiptarëve atë që nuk janë. Dhe do të thoya edhe një gjë, kjo mentaliteti i Ramës për të shfaqur si një lider i cili ka ndikim edhe për te Atlantikut, që kjo është një shmenduri e jashtëzakonshme. Pra imagjinoje departamenti apo zyra e vogël e ovale aty do lexojnë intervistën e kryeministit shqiptar Bloomberg dhe do t'ja referojnë të nesme në kryes Trumpi se ja çfarë mendon ky për ju. Po kjo më kujton Claude Lévi-Strausin sepse në teoritë e propagandës kanë marrë shumë, ose propaganda si filozofi kanë marrë shumë edhe tek teoritë e Claude Lévi-Strausit dhe ka një element aty të tropik të trisht. Claude Lévi-Strausi një libër i një mendjes më brillante që ka prodhuar shekulli 20. Gjeni konsiderohen se shkencat humane gjeni vinë shumë rrallë. Në shkencë nëse vinë çdo një vit, shkencat humane vinë 100 vjet, por ama kur vinë ndryshon e gjithë jeta dhe rregullat e lojës. Prandaj kanë shumë pesh gjenit në shkencat humane. Dhe Claude Lévi-Strausi ka te tropik të ish ka një element kur thotë që për të merrnin fuqitë e një lideri e fisit, ju detyrote që ta vrisnin të kreun e aty dhe pasi ta vrisin dhe ta hanin. Pra një lloj Merrni fuqinë brenda vetës. Për të marrë fuqinë brenda vetës, për të bërë kështu është një arsyetim primitiv. Kjo është një arsyetim dhe logjika, po se në thelb kontekst, pavarësisht që unë këtë e tham në aspektin e një shoqërie, po dhe shoqëri tribale kanë mendim. Nuk janë shoqëri pa mendim, se ne i konsiderojmë si shoqëri pa mendim. Jo, në thelb ato kanë logjikën e vet, arsyetimin vet, aq të pazhvilluar, por mendimin e kanë. Dhe kjo gjë është marrur për të krijuar figurën e liderit, figurën për të bërë propagandë ata, për të hedhur hije mbulimi të pushtetit të tij. Dhe Rama çfarë bën? Domethënë don të marrin nga pushteti i Trumpit për të ushqit këtu se ky dhe paguan një media të madhe. Dhe vjen një media madhe këtu dhe interviston zotin Rama sikur ky ka një rol të jashtëzakonshëm. Ato nuk shkojnë në intervistim. Por e ke parë për shkakun që Rama nuk e ka fare dialektikën e vet Amerikën në këtë zgjedhje, por ka vetëm për Europën. Vetëm Europën. Po, ndërkohë që Europa vetë është sot në plas politikisht në pikë të hallit për vete. Po sepse ka shumë rryma. Ka shumë rryma që po për arsye gjeostrategjike të zgjerohet. I ka futur zgjerohet me vërtet. I ka futur shqiptarët. I ka futur shqiptarët në dilemën e Europë. E para punës. Tani shqiptarët çfarë ndërrojnë? Ndërrojnë Amerikën apo ndërrojnë Europën? Me këtë fushatë dhe me pasaportën që ai ka zgjedhur, i ka bërë shqiptarët të ndërrojnë realisht në 2030. Pavarësisht se standardet nuk janë për të vajtur në Bashkimin Evropian, si janë çështje Unë nuk mendoj domosdoshmë që ka shqiptar, me varfërinë që ka sot që hyn puna ajo pasaporta. Po këtë po them. Po hyn punë fare, sepse është i brez i cili po shkon drejt pensionimit. Të ri kanë ikur, dhe për çaj duhet. Po çai duhet 700.000 pensionistëve në Shqipëri, pasaporta europiane, kur ato janë me një këmbë në atë botë. Po do të shkojnë mbi gjitha, do shkojnë pra shtrohet pyetje. Po pra. Dhe për të shkuar në Evropë sot nuk është nevojë të pasë gjithë kanë kontratë pune. Kanë bërë kontratë pune dhe janë gjithë duket që puna çka propaganda gjithçka. Me këto ka punuar kjo qeverisje. Problemi që ta di shqiptarët në problemi këtu qëndron lugën e Floririt. Pavarësisht se disa mund na quajnë si armiq të kombit, me këto që themi, me këto të vërteta, një teknik PR. Me këto të vërteta që themi se ka ndonjë patronazhist që qakullon vërdall në rrjet, i cili artikulohet me kryeministri ka bërë dhe një teknik PR shumë të fortë edhe gjetje për mua si Eldar ka përdorur një gjetje sepse ju ka afruar shqiptarëve atë që jo vetëm nuk e ka në dorë,
Jo vetëm që nuk e ka dorë, por ja ka si elementi më maksimal i një lloj fabule që mund të ofronë. Si Karli 11 i Francës që të premtonte atë që sta jetur dhe jepte atë që se kishte. Këtë pra, se e që populli mundet për buka i thoshte hani biskota. Hani biskota. Kjo është hani biskota do hit po. Kjo është ligji 60. Po. Këtë po them që çka kanë këto pankon për bukë, po ja i hani biskota. Hani biskota, Kjo është realiteti. Jashtë problemeve të problemi qëndron që Rama me këtë lloj premtimi, se nuk ka ky premtim. Dhe unë nuk e di kush i ha këto premtime këto fushat. Kjo nuk është biskota, kjo është pas 12 vitesh. Kjo është sipas asaj lojës kota biskota. Del pas 12 vitesh nëpër Shqipëri, në turin e vet që do detyrohet ta bëjë, i coptuar, i sakatuar, i rrënjosur, i dreqosur përballë qytetarëve shqiptar sepse është i rrënjosur pikëpari nga pesha e madhe e korrupsionit që ka, i rrënuar totalisht nga mungesa e risive. Tashmë nuk i ka mbet asgjë risi sepse dëgjoni, ne flasim këtu për Bashkimin Evropian tani. Nuk ka vend Bashkimit Evropian, qoftë edhe këto që i kanë futur me hadër, se ka ca vende që i kanë futur. Ta marrim arsimi, i plotson kriteret jo. Ta marrim vetëm jo, ta marrim Ore, po e ke më të rëndësishme këtë që po them unë. Ore, Shqipëria është i vetmi vend që është nga numri, raport me numrin e policisë është pasuria e dytë hidrike në Europë. Pasuria e dytë. Po ashtu është vërtetë. Është vërtetë. Raport me numrin e policisë. Dhe ne nuk kemi ujë 24 orë më zot. Nuk kemi ujë 24 orë. Kryeqyteti nuk ka ujë 24 orë. Ma gjej një vend Bashkimit Evropian që kryeqyteti i tij, edhe këto që i kanë futur me hadër nuk ka ujë 24 orë. Ma gjej një, statistikisht, por nuk janë budallë më. Po ti se pyet dot kryeministri kështu se ke përballë. Ai flet nëpërmjet po nëse le të gjej Sofjen, këtë doni ju, çdo kryeqytet që janë futur në Bashkimin Evropian, ta pyesim a kanë ujë 24 orë. Gjeni një kryeminist të Bashkimit Evropian që i shmanget gazetarëve. Që nuk e kanë përballë. Dakor, ky e konsideron vetëm sondazhe, konsideron lart dhe nuk ka pse të humbi pi. Dakor. Mund ta ketë bërë si gjeti, se kjo mund të jetë gjë, nuk e kujtojmë ne. Dakor. Por qytetarë shqiptar, si gazetar kemi të drejtë t'i kërkojmë. Janë 12 vite dhe kryqë veçanërisht e kanë për fashën tonë, moshës tonë që jemi ne. Po. Që jemi edhe familjare, jemi dhe jetojmë dhe e shohim shkallën e vështirësisë si po jetojmë dhe ne dimë realisht se çfarë po heqim këtu dhe nuk kemi pse bëjmë si kështu. Dhe e dyta, kur themi ne kështu e dim, edhe me na dhanë një thes në para, me na bën kështu shumë të pasur me makina kështu dhe këtë lloj jete nuk e du. Po sepse është dum se realisht nuk na josh. Nuk na josh, dum një jetë që në raport me mundin, me sakrificën, me studimet, me gjë, të japi kaq dinitet, të japi dinitet njerëzor. Ka mundësi të japin dinitet njerëzor papën kur sëmurim, shkojmë tek spitali dhe s'kemi nevojë të shesim shtëpiat dhe dëm shtëpiat në treg për me përballu faturat e spitalit kur realisht spitali është publik. Spitalet janë publike. Ne jemi një vend që kemi universitet mjekësie, kemi një traditë tashmë të universitetit mjekësisë dhe të provojmë ca mjek të cilët realisht dinë të bëjnë 2-3 punë. Po shkojnë në Gjermani se nuk dinë mbajnë këtu. Edhe i provojmë ne çojmë. Politikat e strehimit, si ka mundësi çiftet e reja nuk bën shteti një lloj fashe, në qoftë se qerat kanë hikur 550 euro, një lloj fashe mbulimi, 20%, 30% faturës, 40% faturës. E treta, çiftet e reja që kanë një djalë dhe pretendojnë që nesër të jemi akses për punë dhe për zhvillimin e saj, të ndihmojnë me ekonomi të lira, jo administratën, jo militantët, po të gjithë njerëzit privat dhe publik, sepse të gjithë janë shtetës të i kombi. Me sa duket merr vetëm administrata. Ke dy shembuj që vëj marr. Ke në një anë parashimi Simaku, në krahun tjetër Tinka Kurti. Për parashimi Simaku, me gjithë respektin për këtë, buje madhe se kishte nën Amerika atë pas 3 kishte nën aty ku ishte, nuk kujdesej Amerika. Për Tinkën e mbyllën muhabetin për 2 ditë. Pavarësisht ajo meriton është deri kombit, meriton respekt, meriton meriton të ketë një shërbëtor, të ketë kujdes të veçantë, këto pra të rrojë me kujtimet e saj brenda shtëpisë së saj, këto ky shtet, pra nuk kanë fund. Po, pra për që të mos të paradokse. Dhe qëllëtërisht nga një kryeministër që vjen nga bota e artë. Pikërisht. Kjo është e pafajshme. Kemi mbritur në fund, koleg. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar, të nderuar teleshikues, mbritëm në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët, ju kujtojmë takimin tonë të ardhshëm, i cili do të jetë sërish të shtunën e ardhshme në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.